Ekzistojnë dokumenta të humbura në thonjza që vënë në diskutim historinë mbi origjinën e njeriut, kështu si e njohim. Tekste antike të ndrydhur qëllimisht dhe të etikuar si heretik sugjerojnë që krijimi njerëzor është diçka më shumë se akti i thjesht i modelimit të trupit fizik. Vepra të tilla si Ungjilli i Filipit dhe libri i Enokut zbulojnë fragmente të një historie shumë më komplekse, në të cilën njerëzimi është i ndarë në 3 lloje të dallueshme qenies, secila me karakteristika unike shpirtërore. Para se të vazhdojmë me këtë temë, që mendoj se përveç atyre që më ndjekin në kanalin tim në Telegram zgjohuni, pak ose as pak të tjerë kanë ndjeni, ju kujtoj të regjistroni në kanal për të mos humbur tema të tilla që vijnë ndesh me ato që na imponon sistemi. Të klikoni më pëlqen, të shpërndani videon dhe kanalin te të njohurit e miqtë tuaj që kanë interes për këto tema. Vazhdojmë. Këto dorëshkrime flasin për qenie të dritës të njerëzve toksor dhe të qenieve të lindura nga zjarri, që shkojnë përtej përkufizimeve konvencionale të njerëzimit. Gjatë shekujve, këto tekste u censuruan, shkatëruan ose fshehun. Pse duhej fshehur kjo lloj njohurie? Pse njerëzimit i ndalohet mundësia të njohë këto të vërteta? Ndoshta, përgjigja është në impaktin që kjo njohuri do të kishte mbi perceptimin ton, por mbi të gjitha te strukturat e pushtetit që varen nga bindja e verbër. Nëse këto shkrime ofrojnë një vizion të natyrës son, që sfidon gjithçka që na është mësuar, çfarë hapësirash do të sillte për ne? Të ashtu quajturat qenie të dritës kanë një pozicion special në tregimet e teksteve të ndaluara. Këto tekste antike i përshkruajnë si qenie të natyrës shpirtërore me një thelb të pastër ndriçimi. Në ndryshim nga figurat njerëzore që njohim, këto qenie nuk kanë trup fizik, pra janë të lirë nga kufizimet e materjes. Ekzistenca e tyre është e karakterizuar nga liria e mosdetyrimit të ushqyerit, gjumit ose të provuarit të dhimbjes. Të gjitha këto aspekte që neve na duken të pashmangshme. Këto qenie jetojnë në një plan të pasur konscience se burojnë direkt nga hynojra si shtrirje apo zgjerim i thelbit të vetë Zotit. Gjëja më intriguese është që sipas këtyre teksteve, këto qenie të dritës nuk kishin nevojë për tempuj, priftëri ose rituale për t'u lidhur me hynoren. Lidhja e tyre me Zotin ishte direkt dhe konstante pa nevojën e ndërmjetësve. Ky fakt përbën një kërcënim direkt për çfarëdo sistemi që kërkon të kontrollojë shpirtëroren, sepse sugjeron që kontakti me të shenjtën nuk ka nevojë të ndërmjetësohet nga një institucion. Këto qenie ekzistonin në një gjendje të një pavarësie shpirtërore totale, një gjendje bashkësie të pastër, ku vetë ekzistenca e tyre ishte një formë kulti. Në shkrime si Ungjilli i Filipit, këto qenie përshkruen si të lëshuar nga burimi hynor, duke sjellë në vetvete një urtësi të lindur, një njohuri absolute që ka përcen mësimet e zakonshme. Nuk kishin nevojë të kërkonin të vërtetën. Ishin vetë e vërteta, një refleks i dritës hynore në formën e saj më të pastër. Ti imagjinosh do të thotë të imagjinosh një njerëzim që nuk ka patur kur nevojë për udhëzime ose një udhërrëfyes të jashtëm, sepse vetë thelbi i tyre reflektonte plotësinë e shenjtë. Është e kuptueshme pra pse këto tekste u dënuan dhe mësimet e tyre u shtypën. Ideja që qeniet njerëzore mund të kenë prejardhje drite, një paraardhës shpirtëror të pavarur nga çdo doktrinë formale, do të destabilizonte komplet rolin e autoriteteve religjioze. Mbi të gjitha, çdo të ndodhte nëse personat do të besonin se zotëronin një gjurmë të kësaj drite origjinale brenda tyre, që mund të hynin në hynoren pa ndërmjetësinë e ritualeve të vendosura. Pasojat janë të qarta. Një qenie me lidhje direkte me të shenjtën nuk ka nevojë për rregulla ose figura të jashtme për të drejtuar besimin e tij. Ekzistenca e qenieve të dritës sugjeron që në origjinë njerëzimi kishte një potencial hynor të harruar, një gjendje shpirtërore që mund të rikuperohej. Gjatë shekujve,
Ky potencial u hesht si një e vërtet e rrezikshme që nuk mund të lihej në dorë të të gjithëve. Këto qenie përfaqësojnë një memorie antike të diçkaje që nëse rizbulohet mund të shkund themelet e një sistemi kontrolli që bazohet në distancën mes njeriut dhe hyjnores. Në ndryshim nga qeniet e dritës të përshkruara si identitete shpirtërore dhe hyjnore, qeniet njerëzore toksore duken në tekstet antike si një krijim i bazuar te materia. Sipas këtyre shkrimeve, ata janë plazmuar nga Demiurgu, një figurë që te traditat gnostike paraqitet si arkitekti i botës materiale. Larg të qenit e një qenie dashamirëse, Demiurgu është përshkruar si një krijues i vogël, i nxitur nga kriteret të kontrollit dhe pushtetit. Do të modelonte qenien njerëzore fizike me qëllimin e qartë të kufizonte natyrën, duke burgosur shpirtin hyjnor në një trup delikat e të pritshëm. Për të mbajtur nën kontroll këtë krijim, Demiurgu projektoi qeniet njerëzore toksore në mënyrë që të mbeteshin vazhdimisht të lidhur me nevojat parësore, si ushqimi, gjumi dhe mbrojtja fizike. Ky konceptim i njerëzimit me dëshirat e tij dhe frikrat e tij të rinjosura shërben për një qëllim: mbajtjen e qenieve njerëzore të përqendruar te materia, duke i larguar nga çështjet shpirtërore ose nga kërkimi i të vërtetës së brendshme. Frika, dëshira dhe pasiguria do të ishin instrumenta të mbjellur me kujdes për të ndaluar rrëzimin e njohurisë dhe kërkimin e një urtësie më të thellë, të quajtur njozi nga gnostikët. Njozi ose njohuria e vërtet do të ishte çelësi për lirinë, duke lejuar njerëzimin të rilidhej me thelbin e tij hyjnor. Por qeniet njerëzore toksore ishin krijuar për të qenë të bindur, të varur nga strukturat të jashtme që premtojnë siguri dhe udhëzim. Kështu, këta individ u bën të ndjeshëm për të ndjekur udhëheqësit, doktrinat dhe ritualet e vendosura, pa vënë në diskutim qëllimin ose vërtetësinë e këtyre drejtimeve. Ky tip i qenies njerëzore, i shkëputur nga njozi i vërtet, portretizohej si lehtësisht i manipuluar në kërkim konstant të përgjigjeve dhe drejtimeve jashtë vetes së tij. Tekste të tillë si Corpus Gnostico përshkruajnë këtë krijim si një lloj prototipi funksional, një formë jete projektuar jo për të jetuar lirisht, por për të punuar brenda një sistemi të ngurtë. Është një njerëzim i lindur për të punuar, për të qeverisur dhe qëndruar e nënshtruar ndaj tekave të një krijuesi që donte një pushtet absolut. Sipas këtij vështrimi, qeniet toksore janë të burgosur të një cikli konstant të mbijetesës dhe nënshtrimit, një ingranazh në një skemë më të gjerë kontrolli. Ky ndërtim i njeriut material, i burgosur nga mishi dhe koha, sugjeron që jeta toksore është një lloj prove, një skenar në të cilin shpirti është burgosur për të përshtatur. Duke mbajtur njerëzimin larg nga njohuria e vërtet dhe nga fuqia e tij e brendshme, Demiurgu dhe forcat e tij bëjnë që të mos kujtohet kurrë origjina e shpirtit origjinal. Duke harruar cilët janë në të vërtetë, qeniet njerëzore toksore bëhen gur të një loje kozmike, peng të një strukture që qysh nga fillimi është projektuar për të mbajtur fshehur dritën e tyre dhe nënshtruar thelbin e tyre. Qeniet njerëzore të lindura nga zjarri përfaqësojnë një kategori speciale dhe shqetësuese brenda shkrimeve të vjetra. Ndryshe nga qeniet e dritës që kapërcejnë materin dhe qeniet njerëzore të modeluar për bindje, të lindurit nga zjarri janë përshkruar si qenie intensive, të drejtuar nga një energji e brendshme që është si krijuese ashtu edhe shkatruese. Kjo prej ardhje sjell me vete një shpirt të transformimit dhe rebelimit, si të ishin vazhdimisht gati të prisheshin me çdo sistem që kërkon t'i përmbajë. Janë ata që sfidojnë, ata që vënë në diskutim, ata që nuk kënaqen kurrë me strukturat e stabilizuara. Në tekstet e ndaluara dhe traditat okulte, këta individ janë përshkruar si bartësit e një zjarri hyjnor, një forcë që nuk kënaqet të ndjek status quo-n,
Janë vizionar, novator, ata që nuk mund të sfidojnë konvencionet. Ndërsa njerëzit toksor kërkojnë stabilitet dhe siguri, të lindurit nga zjarri jetojnë në kërkim të ndryshimit të shtyrë nga shqetësimi që i dallon nga të tjerët. Ky thelb zjarri nuk është vetëm një karakteristik, por një thirrje e brendshme që i shtyn të rrëzojnë pengesat dhe shkelin rrugë të drejta dhe përballë një kundërshtari të fortë. Kjo energji i bën edhe një kërcënim të vërtet e të fortë për sistemet e kontrollit, sepse janë natyrisht kundër nënshtrimit. Aty ku të tjerët pranojnë rregulla e hierarki, të lindurit nga zjarri shikojnë kufizime për t'i kaluar. Historikisht, këto figura duken si revolucionar, agent të transformimit që sfidojnë strukturat e pushtetit dhe vënë në diskutim narrativat e konsoliduara. Disa teste sugjerojnë bile që këto qenie njerëzore bartin me vete një shkëndi që i lidh me një qëllim më të madh, diçka që shkon përtej botës materiale dhe nuk mundet kur vërtet të zbutet apo shtypet. Kjo karakteristik jo zbutse bën që të lindurit nga zjarri shpesh të konsiderohen të rrezikshëm. Veprimet e tyre mund të jenë të paparashikueshme, sepse nuk kanë frikë të shkatërrojnë të vjetrën për ta zëvendësuar me të rinë. Me një forcë që përzihen krijimin dhe kaosin, këta individ shpesh janë parë si një kërcënim për institucionet që kërkojnë të mbajnë rregull dhe stabilitet. Prezantojnë të kundërtën e konformizmit, mundësinë konstante të transformizmit që sfidon pushtetin e çdo autoriteti që kërkon t'ju ndalojë atyre potencialin e tyre. Për demiurgun dhe agentët e tjerë të kontrollit, qeniet njerëzore të lindur nga zjarri janë ata që prishin skemat. Nuk mund të kthehen në ingranazhe të thjeshtë të një sistemi bindjeje. Mishërojnë një rezistencë që është përfundimisht e pakontrolluar. Janë ata që në vend që të pranojnë një fat të përcaktuar, preferojnë ta krijojnë rrugën e tyre, edhe në qoftë se kjo do të thotë të shkojnë kundër gjithë asaj që ju është mësuar. Doktrina neo-gjeniane, e gjetur në fragmente të teksteve të ndaluara dhe dokumenta egzotike, propozon një vizion radikalisht të ndryshëm të njerëzimit. Ajo thotë se qeniet njerëzore nuk janë të njëjtë në thelb, por formojnë një lloj triniteti shpirtëror, ku çdo tip bart me vete një potencial të brendshëm unik. Këta tipa, qenie të dritës, njerëz toksor dhe të lindurit nga zjarri, nuk janë thjesht ndarje personalitetesh ose karakteresh, por reflektojnë kualitetet të thella e të lindura që udhëheqin secilin prej nesh në drejtime të ndryshme. Për doktrinën, njohja e këtyre ndryshimeve do të ishte hapi i parë drejt një kuptimi më të thellë i vetë njerëzimit dhe i forcave që na motivojnë. Kjo njohuri gjithsesi është shtypur në mënyrë të përpikt gjatë shekujve. Që në qytetërimet e para, institucionet e pushtetit e kuptuan që për të mbajtur një shoqëri të kontrolluar, ishte esenciale që personat të besonin në një strukturë homogjene, ku të gjithë janë njësoj, me të gjitha kufizimet dhe qëllimet. Kështu, doktrina neogjenike, me konceptin e saj të origjinave të ndryshme dhe potenciale specifike, u bë një kërcënim evident. Nëse çdo tip njerëzor ka një thelb të ndarë, do të ishte logjike që shoqëria të funksiononte rreth këtyre ndryshimeve, duke vlerësuar lirinë dhe individualitetin në vend të konformizmit. Represioni i doktrinës neogjenike nuk u mjaftua me fshehjen e pergamenave ose të ndalonte dorëshkrimet. Në fakt, u krye një sforcim aktiv nga ana e institucioneve religjioze dhe politike për të eliminuar çdo gjurmë të kësaj ideje në themelet kulturore dhe shpirtërore të njerëzimit. Narrativat zyrtare u konsoliduan, ndërsa vizionet alternative të krijimit dhe natyrës njerëzore u likujduan si herezi ose mitologji. Nuk bëhej fjalë për rastësi, por një vendim i ndërgjegjshëm për të mbajtur uniformitetin. Motivi i vërtet i shtypjes i kësaj doktrine është që nuk është në linjë me interesat e kontrollit, që ka nevojë për të gjithë individët të jenë të parashikueshëm, të bindur dhe mbi të gjitha të përputhshëm.
Imagjinoni impaktin që kjo doktrinë do të kishte nëse do të ishte përhapur dhe pranuar. Një shoqëri ku personat kuptojnë se janë të ndryshëm në thelb, do të ishte më pak e manipulueshme, më e prirur të kërkonte të vërtetën dhe më pak e disponueshme të nënshtrojë verbërisht rregullave të vendosura. Të lindurit nga zjarri do të sfidonin direkt sistemet e kontrollit. Qenjet e dritës do jetonin jashtë dogmave dhe ndërmjetësve dhe bile edhe qenjet njerëzore, toksore, duke njohur origjinën e vërtet, mund të shkëpusnin ciklin e bindjes së verbër. Doktrina neogjenike sugjeron që njerëzimi është më i pasur e kompleks se sa vetëm një model kontrolli mund të mbështesë. Sfidoni idenë që qenjet njerëzore duhet të përshtaten një kallëpi universal, duke insinuar që përkundërzi, çdo person mbart me vete një fat të tij. Nuk është e vështirë të kuptohet sepse ky vizion u dënua në harres. Një shoqëri e vetëdijshme për natyrën e saj të vërtetë do të përfaqësonte fundin e strukturave të pushtetit të bazuara mbi uniformizmin dhe mbi nënshtrimin. Në doktrinat ezoterike dhe tekstet gnostike, Demiurgu nuk paraqitet si një krijues dashamirës, por si një figurë kufizuese, qëllimi i të cilit është të burgosë njerëzimin në realitetin material. I përshkruar si një arkitekt i botës fizike, Demiurgu plazmon ekzistencën njerëzore në mënyrë të tillë që të mbaj personat të lidhur në një perceptim të ngushtë, ku mundësitë shpirtërore dhe kapërcyese janë praktikisht të papranueshme. Në vend të ofrojë liri ose njohuri, ai rrethon njerëzit me kufizime që i lidhin në planin material, duke i bërë të varur nga nevoja parësore, frika dhe dëshira që i largojnë nga potenciali i tyre i vërtet. Për të garantuar efikasitetin e këtij burgu, Demiurgu nuk vepron vetëm. Ai punson entitete dhe arketipe që punojnë si agent kontrolli në botën fizike dhe shpirtërore, secili me një funksion specifik për të kufizuar zhvillimin njerëzor. Këta arketip janë si kallëpe të sjelljes dhe mendimit që influencojnë personat të ndjekin modele të parashikueshme, duke i bërë më të ndjeshëm për të pranuar realitetin ashtu si prezantohet. Duke formuar mentalitetin kolektiv, këta arketip përjetësojnë vlerat që forcojnë konformizmin dhe pengojnë çdo tentativë për të vënë në diskutim ose kapërcyer atë që është vendosur. Arketipët e kontrollit përfshin koncepte gjërësisht të pranuar si bindja ndaj autoritetit, nevojën e miratimit shoqëror dhe kërkimin e pandalur të mirave materiale. Këto ide, pavarësisht se duken natyrale ose bile të dëshirueshme, funksionojnë si burgje të padukshëm dhe e mbajnë njerëzimin të përqendruar në aspekte sipërfaqësore dhe të menjëhershme të ekzistencës. Duke idealizuar konkurrencën, hierarkia dhe frika e diferencës, këta arketip bëjnë personat të largohen nga thelbi i tyre shpirtëror, duke pranuar botën materiale si i vetmi realitet i mundshëm. Për më tepër, Demiurgu përdor të ashtu quajturat entitete arkontike ose arkonte si rojet këtij burgu metafizik. Këto entitete janë përshkruar në testet gnostike si forca të padukshme, funksioni të cilave është të sigurojnë që njerëzimi të mbetet ignorant i potencialit të tij të vërtet dhe origjinës së tij shpirtërore. Arkontët ushqehen me ignorancën dhe konfuzionin njerëzor, duke krijuar shpërqendrime dhe konflikte që i pengojnë personat të kërkojnë përgjigje të thella. Është sikur i gjithë sistemi të jetë projektuar për të mbajtur njerëzimin të okupuar, të humbur në shpërqendrime, ndërsa natyra e vërtet dhe fuqia e çdo qenie njerëzore lihen pas dore. Demiurgu, me ndihmën e arkontëve dhe arketipët kontrollor, stabilizon një strukturë të planifikuar me kujdes për të mbajtur njerëzimin në atë që do të jetë një tip burgu ekzistencial. Ky sistem, që vepron si në nivel individual edhe kolektiv, inkurajon ekzistencën e konformizmit dhe bindjes, ku njohësi i vërtet, njohuria thelbësore e vetvetes mbetet e fshehtë. Ky burg nuk mbahet nga zinxhir të dukshëm, por nga bariera mentale dhe emocionale që ndër shekuj janë konsoliduar si normalitet
për ata që banojnë në botën materiale. Në thellësitë e letërsisë ezoterike dhe tekstet antike, ka referime të vazhdueshme të 3 tipeve të njerëzve: dritë, tokë, zjarr, si përfaqësim i prejardhjeve të ndryshme shpirtërore, secili me vlerat dhe qëllimet e tij. Kjo ndarje duket në tradita të ndryshme mistike të të gjithë botës si model i përgjithshëm i kuptimit njerëzor. Në traditat antike persiane, për shembull, flitet për shpirtra zjarri, të përshkruara si qenie të pajisura me një energji të pashtershme që i shtyn të sfidojnë të konsoliduarën. Këto tekste persiane i shikojnë jo si shkatrues, por si bartës të një force transformuese e nevojshme për të ekuilibruar forcat e botës. Në shkrimet hindu, gjejmë një koncept të ngjashëm në gunas, që përfaqësojnë kualitetet e ndryshme që udhëheqin qeniet njerëzore. Sattva e lidhur me dritën dhe urtësinë, Rajas i lidhur me pasionin dhe zjarrin, dhe Tamas i lidhur me inercinë dhe materien. Edhe pse koncepti hinduist është strukturuar në mënyrë të ndryshme, del ideja që njerëzimi është bartës i thelbeve të ndryshëm, secila e drejtuar nga një impuls unik. Ky vizion i lejon personat të kuptojnë vetveten në thellësi, duke i drejtuar të përqafojnë karakteristikat e tyre natyrale në vend që të konformohen me një kallop të jashtëm. Edhe tradita ebraike, mbi të gjitha përmes Kabalah, prezanton një vizion të njëjtë me fragmente drite të pranishme në çdo qenie njerëzore. Kabalah mëson që qeniet njerëzore janë vazo që mbajnë shkëndija hyjnore, por çdo vazo mban me vete një thelb të ndryshëm. Disa tërhiqen nga kërkimi shpirtëror, të tjerë nga stabiliteti material dhe të tjerë nga transformimi i vazhdueshëm. Secila nga këto prejardhje, sipas kabalistëve, luan një rol thelbësor në ekuilibrin e universit dhe të kuptohen është thelbësore për të arritur harmoninë. Historikisht, këto ide nuk janë pranuar lehtësisht, por kanë ndeshur një rezistencë të madhe. Institucionet religjioze dhe politike i friksoheshin fuqisë që këto të vërteta mund të jepnin personave, duke promovuar një kuptim më të thellë të individualitetit shpirtëror. Kështu, shumë tekste që trajtonin këto dallime shpirtërore u konsideruan heretike, u persekutuan dhe në shumë raste u shkatruan. Vetë zbulimi i rrotullave të detit të vdekur dhe të bibliotekës të Nag Hammadi dëshmojnë tentativat e ruajtjes të kësaj njohurie që u gropos dhe u fsheh nga ata që donin që këto ide të mbijetonin për brezat e ardhshëm. Kjo luftë për të ruajtur njohurinë e ndaluar ka kaluar shekuj, udhëhequr nga mistik, alkimist dhe ruajtës të njohurisë ezoterike që kuptonte vlerën e këtyre të vërtetave. Duke fshehur këto tekste në gropa, kripta dhe vende të vështira për të arritur, këta ruajtës siguroheshin që pavarësisht tentativave për t'i shkatruar, mesazhet e dritës, zjarrit dhe tokës të ngeleshin të paprekur për ata që guxonin t'i kërkonin. Në çdo fragment të rikuperuar gjendet një copë e enigmës së natyrës tonë të vërtetë, një kujtesë e faktit që pavarësisht forcave të kontrollit, njohuria e tipologjive njerëzore vazhdon të jetojë në pritje të atyre që janë të gatshëm ta rizbulojnë. Zbulimi përfundimtar sugjeron që brenda çdo qenie njerëzore është një potencial i fjetur që pret të zbulohet. Kjo fuqi nuk bazohet në forca të jashtme, por në kuptimin se kush jemi në të vërtetë në thelbin tonë, qenie të dritës, tokës apo zjarrit. Kjo njohje e vetes është çelësi për të thyer zinxhirët e padukshëm që na lidhin me një ekzistencë të kufizuar. Duke kuptuar dhe pranuar origjinën tonë, fillojmë të shikojmë përtej kallëpeve të vendosur, duke njohur kapacitetet unike që çdo tip bart brenda vetes. Në një shoqëri ku çdo individ jeton në linjë me qëllimin e tij të vërtetë, njerëzimi arrin një dimension të ri lirie dhe harmonie. Nuk do të kishte nevojë për konformizëm ose nënshtrim. E kundërta,
secili do të kontribuonte me shkëlqimin dhe forcën e tij. Qenjet e dritës do të sjellin urtësi dhe dëmshuri. Të lindurit nga zjarri do të udhëhiqnin ndryshimin dhe risit, ndërsa tokësorët do të afronin stabilitet dhe lidhje me botën fizike. Ky realizim transformon si individin edhe kolektivin, duke krijuar një botë ku thelbi i vërtet i çdo qenie merr vlera dhe respektohet, dhe ku njohuria e natyrës son në fund të fundit është çelësi i lirisë. Si ju duken këto ide? Ju vetë, te cilit tip e shikoni më shumë veten? Te qenjet e dritës, zjarrit apo tokës? Tregojeni në komentet tuaja, të cilat unë i lexoj të gjitha pa përjashtim. Dhe të cili do tip që shikoni veten, regjistroni në kanal. Klikoni më pëlqen për videon dhe shpërndajni si videon dhe kanalin te miqt e të njohurit tuaj. Bashkë takohemi në videon tjetër.